8 krojet mbi 300 vjeçare të podës në Leskovik prej disa muajsh janë pa ujë. Një situatë e tillë rrezikon dëmtimin e këtyre krojeve, pasi ata janë të veshur me një myshk natyral qindra vjeçar, i cili nuk mund të mbijetojë pa ujë dhe pa lagështirë. Në të 8 krojet e kishës është ndërprer ujë. Ka ndodhur diçka, një vithise, një shkarje tektonike mund të jetë, por dhe nga zgjerimi i rrugës që është bërë para ndonjë viti, 2 vjetësh, është dëmtuar pjesa mbajtëse ku kalon burimi i ujit që furnizon 8 krojet. Ne kërkojmë të rikonstruksohet, të rikthehet uji, për vetë mënyrën se si janë këto çezma, se si janë këto kroje, ato janë ndërtuar me të gjithë materialin çmërs, që quhet ose travertinë, të veshura me një myshk natyral, bimësie zhvilluar e tyre, dhe kohëzgjatja e tyre e thatët do të çojë në shkatërimin e tyre. Banorët tregojnë se për këto kroje, por edhe për kishën e Shëngjergjit që ndodhet afër tyre, pritet shpallja monument natyror dhe monument kulturor, pasi ato përbëjnë një vlerë të veçantë për zonën, ndërsa mbartin edhe shumë histori. Krojet e podës që janë mbi 300 vjeçare, janë 8 kroje dhe kanë një histori të veçantë, janë memorie e fshatit Podë. Në këto çezma, vit pas viti, festoheshin ditët e Pashkës, mbas se janë ngjitur me kishën e Shëngjergjit të Podës, dhe këto të dyja, dhe kisha dhe krojet, janë në momentet e shpalljes monumenteve të natyrës dhe monumenteve të kulturës kisha. Ndërhyrja në krojet e podës duhet jetë e shpejtë. Sipas banorëve, në rast se edhe gjatë verës ato do të jenë sërish pa ujë, atëherë kjo vlerë mbi 300 vjeçare do të humbas.